Jemi sërish së bashku, do të vjojmë me një tjetër bisedë, do të analizojmë fillimisht edhe gjetjet paraprake të misionit të OSBE-ODIHR, u ndoqet një pjesë. Ky do të pasohet edhe nga prezantimi i tyre përfundimtar, për sa i përket këtyre zgjedhjeve, po ndoshta në një moment të dytë. Kështu që këtë analizë do ta kryejmë në këto momente me kolegun producenti politikës në dy CNN Indrit Maraku, por jo vetëm kaq, edhe për elemente të tjerë të deri tanishëm të këtyre zgjedhjeve që janë surprizues. Kështu që Indrit, të përshëndes një herë, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se të gjej. Janë surprizues në fakt këto zgjedhje dhe për ata që mund të ishin si ndër më optimistët në radhët e mazhorancës sa i përket rezultatit, paktën deri ditën e djeshme, kam përshtypjen që pavarësisht atij parashikimit të kryeministrit Rama, kur flisje në biseda jashtë kamerave, qëndrimet reale mendoni se prisin diçka më pak nga sa kanë arritur të marrin, por duhet i themi një gjë para se të shkojmë të flasim për raportin e ndërmjetëm të ODIHR-it, raportin paraprak të ODIHR-it. Zoti Rama kur tha të parashikimin 88, kishte vënë një pikë në mes dhe kishte thënë që këtu në mes këtyre dy shifrave do të jetë. Dhe duket sikur deri në këto momente po i del fjala sepse fiksa i mesi është 3 mandate, që duket sikur mazhoranca socialiste ka blinduar që në mëngjes dhe po arri t'i mbaj dhe teksa kutit numërohen nuk duken shenja se këto 83 mandate mund të vijnë në pikpyetje tashmë. Është e çuditshme se si del kaq shumë fjala kryeministrit, do ta shohim në një moment të pak më vonë të bisedës sonë. Vjoj me le të themi me linjën e gjetjeve të OSBE-ODIHR. Indrit, në kaq vite sa ndjek politikën, raportet e OSBE-ODIHR pas çdo zgjedhje që zhvillohen në vendin tonë, qofshin këto parlamentare apo lokale. Nga mirë, në shumë mirë, në keq, në shumë keq. Kur e nditet? Duket si një gjuhë ndërmjetme, një gjuhë relativisht e butë, duke parë çfarë ka ndodhur, prisja që të evidentojë një gjuhë ndoshta pak më e ashpër dhe gjuha e zgjedhur në vetvete, fjalët se si renditen dhe se si shkruhet ai teksti, të paktën që lexuan përfaqësuesit e misionit vëzhgues të OSBE-ODIHR-it, ai është qëndrimi zyrtar, le të themi, sepse më pas konferenca për shtyp u jep mundësinë të përgjigjen pyetjeve dhe të shtohen dhe elemente vetjake, personale, por ajo që është raporti që lexohet në emër të gjithë misionit të vëzhgues, asaj mund t'i referohemi. Dhe aty më bëri përshtypje gjuha e zgjedhur që mendoj se ishte relativisht e butë. Në fjalinë e parë, thotë, zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Shqipëri ishin shumë kompetitive dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, që në këtë moment e nis duke evidentuar një fakt pozitiv, pra, me 2 vlerësime pozitive. Pati kompeticion, pati garë, pra le të themi në një farë mënyre, dhe u zhvillua në mënyrë profesionale, kjo fjali e dytë i përket aspektit organizativ. Dhe KQZ, le të themi, mori vlerësimin e vet me këtë fjali të parë. Sigurisht që pastaj problematika evidentohen, po kur nis që në fillim të japësh një notë pozitive të gjithës, vjet re që ky element pozitiviteti, pavarësisht problematikave që shfaqen, ndiqet gjatë gjithë leximit. Vion më tej duke theksuar se u zhvilluan zgjedhjet në një klim të polarizuar dhe kjo ishte evidentuar në fakt edhe në atë që ishte raporti paraprak. Ndose thuhej që ishte low-key, pra i qetë përgjithsisht dhe këtë e konfirmon dhe ky raport, theksohet kjo klim akuzat e ndërmjetme, tensionet politike, pra klime polarizuar dhe në përgjithësi kandidatët thuhet patën mundësi të bënin fushat në mënyrë të lirshme, tjetër notë pozitive, kushtohet prap ai ceni, ndonse disa raportuan se ishin intimiduar. Po ta shikosh në çdo fjali gati gjuha është mjaft e balancuar. Gjithsesi ka disa elementë që shkojnë që mund t'i konsiderojmë si kritika ndaj mazhorancës socialiste, sepse flitet shprehmisht për partinë në pushtet dhe në mënyrë të veçantë evidentohet përdorimi i aseteve të administratës shtetërore, burimeve shtetërore. Dhe kjo po ta shikosh është një problematikë që vjen dhe përsëritet raport pas raporti, zgjedhje pas zgjedhje. Dhe asgjë nuk ndryshon. Dhe asgjë nuk ndryshon, dhe ata në fakt e përsëritën këtë gjë që ka hasin shumë problematika që janë shfaqur edhe në zgjedhjet e shkuara. Indrit, pse nuk përputhet raporti OSBE-ODIHR me qasjen e deri tanishme të opozitës për sa i përket këtyre zgjedhjeve?
e sigur që opozita nuk ka këtë mendim për zgjedhjet. Absolutisht, po ne kemi pasur 2 komunikime të zotit Berisha pas zgjedhjeve, sidomos ky sotshmi. Domethënë nuk janë brenda kritereve flagranteve të kritereve. Zgjedhjet kanë kritere dhe ato janë shkelur dhe shkatruar. Ishte pak a shumë thelbi i qëndrimit të zotit Berisha ditën nuk e sheh me të njëjtën sy si opozita. Dgjoj, po ta shikosh, në disa elementi jep të drejtë, por nuk del në konkluzione. Pra, evidenton raporti paraprakë OSBE Odirit disa prej këtyre problematikave, por nuk i përdor ato për dalë më pas në konkluzione. Një element që do doja të citoj, për shembull thot, partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve të administratës shtetërore gjatë fushatës, duke krijuar kështu një avantazh të padrejtë për njerëzit në pushtet. Pati gjithashtu dhe disa raste pretendimesh për presionin ndaj zgjedhësve, sidomos atyre që janë pjesë administratës publike. Pra, kish përdorimi aseteve shtetërore, presion ndaj zgjedhësve, presion ndaj njerëzve të administratës. Të gjitha këto e kemi dëgjuar të shprehen dhe të denoncohen nga opozita gjatë ditëve të fushatës dhe gjatë ditës së votimit dhe gjatë ditës së sotme. Ku dallojnë qëndrimet është se opozita më pas këto elementi përdor për të dalë në konkluzione. Raporti OSBE Odirit duket sikur këtë konkluzion ja lë gjithë secilit për ta shprehur. Por nëse vjen më tutje duke theksuar se dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht e qetë dhe mirë organizuar, prap kthehemi te ky elementi që vjet diku një presje në mes dhe para presjes ka një notë pozitive dhe pas presjes ka një kritik, le të themi. Ditë e qetë dhe mirë organizuar, por u vure një mungesë shpesht e ndjekjes së procedurave dhe u shënua nga disa incidente intimidimi dhe ndikimit të zgjedhësit dhe disa mungesë transparence në procedurat që i përket numërimit të vota. Po ta shikosh, ka një lloj balance, një lloj peshore në formulimin dhe të paragrafeve, po dhe vetë brenda për brenda fjalive. Nuk e di, nuk jam në gjendje, do të ishte tepër nga ana ime dhe nga ana jonë të dalim në konkluzion për OSBE Odirin dhe ta marrim ne përsipër çfarë kanë dashur të thonë ata apo çfarë nuk kanë dashur të thonë ata. Por çfarë mund të bëjmë ne është evidentojmë kontrast mes tyre dhe gjuhës së opozitës, mënyra se si e sheh opozita. Gjatë konferencës për shtyp pati një pyetje konkrete nëse këto shqetësime, këto problematikat evidentuara janë mjaftueshëm në gjykimin e vëzhguesve për të cënuar kredibilitetin dhe rezultatin e zgjedhjeve. Dhe zoti Zanier që drejton misionin vëzhgues nuk pranoi që të jepte një kuantifikim, të dipte një konkluzion. Pra, gjithsesi, meqense jemi, dua të ftoj të gjithë teleshikuesit në orën 7 në 2 CNN, do të kemi mundësinë të ndjekim një intervistë të plotë dhe shtruese me ambasadorin Zanier që udhëheq misionin vëzhgues në të këtyre zgjedhjeve në Shqipëri. Është një intervistë e zhvilluar pak momente më parë nga kolegu ynë Ervin Koçi dhe sigurisht të gjitha këto pikpyetje që ne kemi dhe po i evidentojmë kolegu ynë Ervin Koçi ja ka përcjell zoti Zanier dhe është mjaft kurioze të shikojmë se cilat janë përgjigjet e tij dhe sqarimet e tij. Mos harrojmë, mbajmë në konsiderat elementin që një mision vëzhgues si OSBE Odirit përbëhet nga elementë të ndryshëm. Ka përfaqësues të Këshillit të Evropës, ka përfaqësues të Parlamentit Evropian, ka përfaqësues të OSBE-s. Pra, ka mjaft realitete në përbërjen e vet. Dhe ndoshta këto realitete duhet të gjejnë dhe balancimi këtyre realiteteve, le të themi, ndoshta gjen përkthim te kjo gjuhë e balancuar dhe e peshuar që vëmë re ne në raportin e lexuar. Por Indrit, përse nuk kanë efekt raportet e huaja, le të themi, e misioneve të huaja, në rastin konkret OSBE Odir? Sepse ti e the që vazhdimisht kjo është diçka e përsëritur, që partia në pushtet përdor asetet e të tjerë, por kjo ndodh sërish. Nuk ka ndonjë efekt, nuk ka ndonjë feedback, nuk ka ndonjë ndryshim. Kjo sepse klasa jonë politike nuk është aq e maturuar sa të vetë ndrejqet, le të themi, çfarë ndodh? Dhe çfarë vlere kanë atëherë këto raporte? Kjo është një pyetje mjaft interesante, sepse raportet me veten janë këshilluese, nuk janë detyruese. OSBE Odir nuk të detyron të ndërhysh dhe të marrësh masa apo veprime në ndrejqjen e problematikave të ndryshme. Përsa kohë nuk ka një raport që thotë që problematikat evidentuara janë të një niveli të tillë që i bëjnë zgjedhjet
të papranueshme. Pra për sa kohë dhe formulimet e tilla janë shumë të rralla në misionet të vëzhguese. Për sa kohë nuk ka dalje të tilla kaq të forta dhe kaq të ashpra, ka gjithmonë vend për interpretim dhe ne e tham, këto fjalit që lexojmë këtu bashk i japin mundësi dhe dikujt të lexojë atë që do, të gjejë atë që do nga majoranca dhe dikujt nga opozita që të gjejë atë shqetësimin e vet që ka paraqitur. Dhe për sa kohë ka një lloj ashtu si çdo. Dhe kjo ndodh me çdo raport të mundshëm. Ne kemi parë që majoranca ka bërë këtë dhe me vendimet e Komisionit të Venecias, për shembull, sa i përket çështjeve të ndryshme ku ka kërkuar opinion. Secila prej palëve, ndosë për secilin prej nesh kanë qenë mjaft të qarta, secila ka kapur një fjali dhe ka interpretuar sipas dëshirës. Kjo ndodh edhe me raportin e OSBE-ut, aq më tepër kur edhe raporti i sotëm dhe ato të mëparshëm përsërisin se kuadri ligjor ofron një bazë të mjaftueshme për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike. Pra, teknikisht i ke thënë majorancës që po të duash mund mos bësh asnjë ndryshim, sepse baza ligjore është shumë në rregull. Ata në vetvete pastaj vjojnë këtë lojën që po flasim, sepse flasim për disa ambiguitete gjithsesi, që te ligji që ka hapësirë për të ndrequr. Thot ligjin e keni të mirë, kuadrin ligjor e keni të mirë, por ka disa hapësira që mund të ndreqen. Çfarë bëjnë këto hapësirat? I japin mundësi palëve të luajnë këtë lojën e ambiguitetit dhe ata evidentojnë. Në këtë rast duket sikur ka përfituar majoranca dhe japin dy shembuj konkret. Ndaj thashë, në vetvete në rastet që citojnë, japin mjaft të drejtë shqetësimeve të opozitës. Pra ato evidentojnë. Roli i tyre është evidentojnë. Për shembull, meqense folën për ligjin, as pak të detyrojnë. Flitet për një dallim mes gërmës dhe frymës, zbatimit të ligjit në gërmë dhe në frymë. Kjo do të thotë, po lexoj, kjo do të thotë se përputhja me gërmën e ligjit nuk përjashton keqpërdorimet që shkelin frymën e ligjit. Pra, nga majoranca kemi pasur në sytë e tyre një përputhje me gërmën e ligjit, por janë gjetur hapësirat dhe interpretimet e mundshme që ta shkelin ligjin në frymë. Dhe kanë marrë shembuj konkret. Një shembull është njoftimi para pak ditësh, pak ditë para zgjedhjeve i amnistisë së një numri të madh shkeljesh deri në vitin 2024, është amnistia e gjobave që praktikisht u njoftua dhe u miratua nga qeveria të premten në mbyllje të fushatës zgjedhore dhe njësoj thot tjetër shembull i marrë në këtë drejtim siç është implementimi pranë zgjedhjeve i një vendimi për përfitime sociale që ishte miratuar edhe në vitin e kaluar. Këtu duket se referimi i qartë është për bonusin e pensionit që u miratua nga qeveria më herët dhe u shpërnda sa më afër zgjedhjeve. Dhe këto janë marrë si raste konkrete ku qeveria le të themi abuzon, respekton gërmën e ligjit, por nuk e respekton ato në frymë. Indrit, në këto minuta që ne kemi së bashku, sigurisht për zgjedhjet, për fitoren e Partisë Socialiste dhe për humbjen e Partisë Demokratike, ne do të flasim gjatë edhe për gjatë ditëve në vazhdim, kur edhe të ketë përfunduar numërimi i votave. Por unë dua të flasim pak bashk për partitë e reja. Një ditë më parë, teksa bëm një bisedë ditën e zgjedhjeve, ti the shprehimisht që këtë herë ne kemi një mozaik plot me ngjyra në atë listën e fletës së votimit me 11 subjekte. Pra, nëse dikush nuk dëshiron ma as Partinë Socialiste, as Partinë Demokratike, ka mjaft alternativa të tjera për ta dhënë votën. Janë partitë e reja. Por, rezultati këtyre zgjedhjeve tregoi që partitë e reja nuk ishte ajo alternativa që ne ndoshta Duket se pasi pasur ti për eksperiencu të lartë, ndoshta. Personalisht po. E shpreh këtë, personalisht kisha besoja se mund të arrinin diçka më tepër. Kështu që përse? Pyetja që kam, përse nuk arritën partitë e reja që të kishin një rezultat tjetër? Më të mirë se ky. Deri në kushtet aktuale, ne shikojmë që në parlament nga partitë e reja do të futen 3 deputet. Është një nga Nisma Thurje Shqipëria Bëhet, një nga Mundësia e zotit Tom Doshi. Tom Doshi, meqense Tom Doshi ishte dhe nuk është partia e re, e drejtë. Kishte 3 dhe duket sikur do të qëndrojnë në këto kuota dhe një nga Lëvizja e Bashkë e Arlind Qorrit. Kështu që vetëm 3 mandate. Po, mos të harrojmë diçka, që forcat e reja kemi pasur gati për çdo palë zgjedhje dhe në 2021 kishte 2 subjekte minimalisht të reja. Edhe më herët ka pasur subjekte të reja. Ku ka pasur dhe më pak, kështu që në këtë sens mund të ishte edhe lehtë të përqendrojë votat e risia në ofertën zgjedhore dhe nuk ka ndodhur. Të gjitha këto partitë e reja, si në 2021 dhe në 2017 dhe më herët, nuk kanë arritur të prodhojnë mandate.
Këtë herë kemi një ofertë më të madhe të cilën e vlerësuam dhe të treja këto risi që marrin pjesë për herë të parë si forca garuese në zgjedhje parlamentare, të treja, të paktën deri në këtë momente, duket sikur do të arrijnë të prodhojnë mandate. Një fitore deri diku. Unë mendoj që duke mbajtur në konsideratë se sa e vështirë ka qenë, sepse rregullat e lojës bruna nuk duhet harrojmë. Janë shkruar nga dy forcat e mëdha pikërisht për të mbyllur derën forcave të reja, forcave të vogla. Nëse këto forcat e reja do të kishin tejkaluar ato egot e momentit dhe dëshirën për të evidentuar, për të evidentuar logon e vetë dhe emrin e vetë, dhe do të garonin bashkë, sigurisht që do të kishim marrë më shumë. Pse se ne kemi thënë që kush garon në një listë për bashkët, kodi zgjedhor i shkruar në mënyrë të tillë që ta favorizoj. Sistemi ynë zgjedhor e favorizon një formulë të tillë. Kur ndahesh mbetet më e vështirë dhe pikërisht për këtë arsye se janë të ndara, garojnë të ndara pra këto subjekte të reja dhe gjithsesi arrin secila të çojë minimalisht nga një deputet në parlament, nuk më duket një rezultat i keq duke qenë sfida e parë parlamentare për to. Gjithmonë peshuar në kontekstin që forcat e reja kemi pasur gjithmonë në zgjedhje parlamentare, por asnjëherë nuk ja kanë dalë të prodhojnë mandat. I sigurt duket dhe mandati i zonjës Topalli në 2021-shin. Kujtohet se sa shpresa kishte për librën e Ben Blushit që do arrinte të merrte. Dhe realiteti kur vinte momenti i hapjes së kutyve të votimit, ishte komplet tjetër, një rezultat zhgënjyes. Ndaj them, duke mbajtur në konsiderat historikun e forcave të reja garuese, duket sikur këtë radhë në këto zgjedhje kishim 3 subjekte të reja dhe që të treja arrin të prodhojnë mandat. Pak më herët pam që mundësia e zotit Agron Sheaj mund të merrte mandatin e dytë në Tiranë dhe lëvizte një mandat mes Partisë Demokratike në Tiranë dhe Partisë Mundësia. Do të shikojmë se si do të vijojë me përfundimin me ecurinë e numërimit të votave dhe mbylljes të gjithë procesit të numërimit. Por edhe nëse le themi mbetet kjo panoramë që kemi në këto momente, ku të treja këto parti kanë nga një mandat dhe arrin të çojnë nga një mandat, nuk më duket një rezultat i keq. Përkundër se më duket një rezultat mjaft i mirë. Deri më tani Lulzim Basha nuk ka asnjë mandat. Jo, deri në këto momente duket sikur zoti tani zhgënjimi Zhgënjimi është për vetë zotin Basha. Nëse jemi gjithmonë në këto këtë rezultat, do të shohim deri në fund kur të përfundojë dhe procesi. Po qeshja sepse zhgënjimi varet nga pritshmëritë. Për zotin Basha nuk e di se sa i ka pasur pritshmëritë. Unë personalisht nuk mendoja se zoti Basha mund të arrinte më shumë zoti Basha? Unë nuk mendoja se kishe shanse që të kapte një mandat duke ditur se çfarë kishte ndodhur. Këto 3 subjekte politike që arritën të merrnin një mandat, ndonse ishin forcat e reja, kishin shumë kohë që punonin për këtë mandat dhe kishin përqendruar, le të themi, të gjithë fushatën e vet në territoret e caktuara, duke shfrytzuar hapësirat e mundshme. Zoti Basha ndryshe nga ata ka qenë kandidat për kryeministër. Sigurisht, këtu doja të dilja, nga ana tjetër, zhgënjyese do të ishte për zotin Basha, pikërisht për faktin se ai ishte njeriu që ka drejtuar, ka qenë lideri i opozitës në vetvete. Por kjo në një farë mënyrë zhbëhet për faktin se zoti Basha vetëm pak para zgjedhjeve krijoi një subjekt të ri, ca të tjerë thonë që e mori nga dikush tjetër, ca të tjerë thonë që e bleu, pak rëndësi ka se si. Zoti Basha si lider i një dhe ende vionte me lojën koalicioni, si do regjistroje, si nuk do regjistroje, partia që regjistroje me emrin koalicion Euroatlantik, Partia Demokratike Euroatlantik, të gjitha këto janë element që krijojnë konfuzion tek njerëzit. Të tjerë që arritën të merrnin një mandat ishin shumë të qartë. Unë kam përshtypjen që Bashën e ka penalizuar dhe fakti që edhe kur me vendim gjykate u bë qartë se ku do të ishte vula dhe flamuri i Partisë Demokratike, ai ende vionte të humte kohë me këto emrat e dyfisht. Njëherë koalicioni, njëherë partia, njëherë Euroatlantik, njëherë Partia Demokratike Euroatlantika. E vijon betejën. Domthonë edhe pret. Por kjo përkthehet në një konfuzion elektoral që vjen momenti i hapjes së kutyve të votimit dhe të jep ndëshkimin. Unë bashkoj me ty për faktin që nëse do të fokusoheshim vetëm te fakti se zoti Basha ka qenë lideri i opozitës për 8 vite dhe i drejtuesi forcës më të madhe të së djathtës, sigurisht që prej tij pritej një le të themi një performancë më e mirë. Por nëse nuk harrojmë këto elementet e tjerë që përmendëm, gjejmë aty shpjegimin që pse nuk arriti Basha të marrë mandat. Edhe një emër tjetër dua të komentojmë shumë shkurt, Dashamir Shehi, një politikan shumë popullor, të paktën në rrjetet sociale, majsa kemi vënë re, shumë i dashur, ndonjëherë memet kanë qenë në favor të tij, por deri më tani nuk rezulton të ketë arritur një mandat.
Çfarë ka ndodhur me zotin Shehi? Shpërndarja e mandateve lidhet edhe me logjikën nuk varet vetëm nga si performon ti, por edhe se si performon kundërshtarët e tu. Në kampin, zoti Shehi ishte në atë kampin anti-Rama. Kishte një kamp ku ishte Edi Rama dhe Partia Socialiste dhe 10 subjektet e tjera praktikisht luftonin kundër Partisë Socialiste. Kështu që ishte mjaft e dendur kjo fusha tjetër e betejës, ku ishin të gjithë forcat e tjera ku grupoheshin rivalet e Edi Ramës në këto zgjedhje. Dhe në këtë sens nuk varet vetëm nga sa performon ti, zoti Shehi përgjithsisht për çdo palë zgjedhje arrin të garantojë ato vota që janë besnike të tij dhe që kanë shoqëruar gjatë gjithë zgjedhjeve, por ndonjëherë varet nga çfarë bën kundërshtari. Kështu që vendosur elementi i votave të tij në raport me si kanë vepruar partitë e tjera, i kanë bërë le të themi më pak të vlefshme votat e mbledhura nga zoti Dashamir Shehi që ato të mos përkthehen në mandat. Sidomos në një qark si Tirana, ku ai thotë që unë kam elektoratin tim dhe që e ndjek atë prej shumë vitesh, kam përshtypjen që është kjo arsyeja, pra është se si kanë performuar, çfarë kanë marrë, çfarë vote kanë arritur të mbledhin partitë e tjera gjithë pjesë e kampit të spektrit opozitar, që kanë bërë që mandati të mos shkojë tek zoti Shehi në këtë rast, por të shkojë tek këto partitë e tjera. Dhe po ti shikosh votat e mbledhura nuk është se janë shumë në distancë mes njëra tjetrës dhe këto partitë e reja, domethënë për pak vota luhet se ku kalon një mandat apo një mandat tjetër. Zoti Shehi ka qenë në listën e Partisë Demokratike. Në zgjedhjet e kaluara. Në zgjedhjet e kaluara, edhe pse në një bisedë që unë kam patur me të ka thënë që unë i kam marrë vetë votat e mia. Jo sepse kam qenë pjesë e listës. Dgjoj, janë bërë jo vetëm zoti Shehi, kanë qenë plot aleatë të partisë, gati të gjithë aleatët e Partisë Demokratike kanë qenë pjesë e listës. Pse? Për të maksimalizuar atë rezultatin, ne thamë që formula për llogaritjes së mandateve favorizon një logjik të tillë, por unë mendoj që askush nuk të bën pjesë e një liste nëse në këmbim nuk do të marrë diçka. Dhe këtu është logjika e zotit Shehi që thotë unë kam votat e mia ndosë jam pjesë e listës së Partisë Demokratike. Indrit, faleminderit shumë për analizën. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të vijmë një tjetër bisedë pas pak. Qëndroni në A2 CNN.